për best. Apo kujton se me thonë me komentu Roberti, për shembull për gazetari, ose për një diçka një temë caktuar, thom, okej, bravo Robert, se ja ke qellu. Po me komentu unë tash, okej, muna me ta dhoni një kritikë se kum punu gjatë me gazetar, me redaktor. Okej, është në rregull se të ngjatë. Po pa njoft korja. As se kum bë korr, as nuk e pa. Ç'është Robert, përshëndes. Po rritet numri. Çdo ditë është me torë keq, është me të vërtetë me torë keq. Edhe po më duket që si pavedijes janë të e kuptu që janë shëndru në thojza ekspert janë shëndru, se fakti që ki mendim, kështu mendim me idin tonë profesional për gjithë shka, vallaj, diçka nuk jenë rregull, diçka si. Po tash që vëta ma shembull edhe djetëri ka një familjari vretjen, se e ke po kur t'jesh në Facebook e përcjellë kur të komentot dikush, ta qet aty, a biden? Edhe pesho, pire a i kësh komentu e ko gjavon edhe pe i thonë, thash që se për që koment që e ke shkru, për që të ngjarit e funit që ndavën, tash, thash ti denohesh. Tha jo mërë në Facebook, thash hej, ligji thash ekziston që denohesh, thash unë për të dërjek vretjen, si kur të mirën që për ta du. Edhe nam desh të zote e kish shly. Se shumica dhe nuk t'i kuptojnë që po bojnë vepër penale, Robert. Se kuptojnë se tek vonë policia jonë ka nisë me shku, mi vizitu, mi u trokit në derë, mi marë pak në pyqe. Po s'kanë faj, Robert, se unë në qërën e kam një familjar që ka punu me krimet të ronda në Prishtinë, për falsifikim vetë e kum pas rastin 2 herë në Kosovë, e kum telefonu, ja kum dhe rastin, thot, o, por zote, thot, mësë në firma për qësli rasti, se i kam shumë matë mëdhoja, jo, 2500 rasti, thot, i kam. Apo kuptan, qa me bon e i shkrej? Adriano, të falenderoj shumë. Përshëndes. Ja, unë ty gjithashtu, Robert, kaloni mirë me të mirë. Ja, të falodhshme.